Ju kërkohet që për minuta edhe ndoshta orë të mbani një qëndrim statik gjatë ceremonive të ndryshme. Cila ka qenë situata më sfiduese, ndoshta fizike, për shkak edhe të kushteve atmosferike? Në fakt, ceremonitë janë shumë të shkurtra si ceremoni, po përgatitja para ceremonisë mbrapa, ndoshta edhe më lehtë dhe më pak, kanë një rëndësi dhe një minutazh shumë të gjatë. Formacioni jonë mund të ri në këmbë normalisht më shumë se sa 2 orë për pritjen e personaliteteve dhe patjetër që kjo shoqërohet edhe me një rezistencë si fizike, po ashtu dhe profesionale, për të qenë shumë mirë që tingulli i instrumenti frymet të dalin edhe me intonacionin, edhe me çdo lloj detaji që e kërkon pjesa e ekzekutimit të hymnit. Pa diskutim, shpeshherë në pjesë më të madhe të ceremonive, ne jemi në këmbë, gati tu, në drejt qëndrim dhe pa diskutim në kushte të ndryshme atmosferike. Neve jemi dhe në 40-45 gradë, po jemi dhe në minus, jemi dhe në shi dhe në diell. Dhe drejt qëndrimi nuk diskutohet fare, ekzekutimi në mënyrë të përpikt dhe korekte i materialit muzikor, i hymnit, është e padiskutueshme. Dhe ju keni përgatitjen e duhur që të përcjellni në mënyrën më dinjitoze vlerat kulturore dhe kombëtare. Pa diskutim, sepse është formacioni që çdo personalitet shikon dhe dëgjon çfarë muzike luhet si hymnin e vet, ashtu dhe hymnin e vendit tonë. Shumë personalitete nuk i bie rasti që të vinë dhe të shohin në Shqipëri çfarë jete artistike ka vendi jonë, çfarë institucionesh dhe orkestra të tjera ka Shqipëria. Po vite përballen me orkestrën frymore të Forcave Armatosura dhe shohin kulturën, shohin edukatën,